Përshëndetje goca, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një video tjetër këtu në kanalin tim. Unë jam Romilda, për ju që nuk më njihni, dhe sot do filloj një video, një vlog tjetër, pasi u bë ca ditë, domethënë që nuk kam filmuar, sepse kam pasur për të postuar, nejse, qa më rikjo kështu, balukja, s'ka gjë, në shtëpi jemi. Nga që kam vloget pa postuar në fakt, edhe më mblidhen shumë aty dhe i bëj lamsh pastaj. Gjithsesi, nuk është se kam bërë dhe ndonjë gjë interesante me thënë drejtën këto ditë, edhe prandaj nuk e kam hap kamerën, se kam menduar ç'a do t'rregoju, përderisa nuk kam gjë, kështu që këtu është bërë rrëmuj, sepse ne gjysmore kemi ardhur, isha jashtë me Zoin, edhe me qenë se sot ishim fshatarët, blem disa perime, fruta me thënë drejtën. Dhe po thoja që nuk është se kam bërë ndonjë gjë interesante, kemi ardhur nga Italia, jam marrë me rregullimin e rrobave, larje, e kurosje, edhe jo ndonjë gjë interesante, prandaj s'kam filmuar. Edhe tani nuk është se kemi ndonjë gjë shumë interesante, po thash po e hap vlogun, po filmoj ç'a kam për të bërë, se ndoshta del rrugës. Prap. Monotonia kjo është, edhe njerëzit e pëlqejnë në monotoninë, domethënë që ta shikojnë tek të tjerët, se unë shikoj videot e të tjerëve, edhe pse e kanë për shembull, ç'a bëjnë gjithë ditët, më pëlqejnë. Okej. Tani, këtu është rrëmuj çik, se thash ne dolëm me Zoin, shkuam tek fshatarët, edhe kemi bler fruta perime, edhe tani unë jam duke i sistemuar, se Zoin e kam në gjumë, do sistemoj këto gjërat, do bëj drekën edhe kështu. Dita. Sot është ditë e shtunë dhe data është 18 prill. Goxha që s'kam filmuar. Gjithsesi, këtë bananën Zoi t'ja japin, domethënë fëmijëve japin gjithmonë ata, sa herë që shkojnë blem perime, domethënë kur kanë banane japin gjithmonë fëmijëve. Kam marr lule shtrydhe, kam marr speca të kuq, se do bëj kështu fërgesë ndonjë ditë. Kam marr kjo sallata, romana sallata, sallata romana si thoni ju. Domate të vogla. Kam marr 4 kokra pjeshka, uroj që të jenë të shijshme, se prandaj nuk mora më shumë, edhe mirë janë. Por që uroj të jenë të shijshme, të kenë shije. Nuk i pyeta ata me thënë drejtën. Kam marr kunguj. Kam marr goxha kungull me thënë drejtën, se tani është koha edhe Zoi i ha, nuk është se nuk i ha. Dhe kështu tranguj të vegjël janë goxha të mirë këta me thënë drejtën. Dhe të gjitha këto goca kanë kushtuar 9,21 €. Goxha lirë me thënë drejtën, që të thuash për shembull kastravecat ishin me 2 kg 2 € kilja, dhe janë goxha këtu, gati 1 kg 925, mirë janë. Ndërsa kungujt ishin me 1,29. Këto, që quhen, specat ishin me 1,49, me 1,5. Kam marrë 4 copë, goxha mirë. Pjeshkat, nektarina thot këtu, me 2,29 dhe domatet me 1,29. To domatet e vogla. Këta, që quhet, dole shtrydhja 1,29, dhe kjo sallata 0,89. Këto në fakt në përmarkete mund të gjesh edhe më shtrenjtë, edhe këtu janë më të mira. Jo se ne nuk i marrim markete, por përderisa i gjejmë këtu, pse jo, edhe unë vajta mëngjes herët, se në mëngjes në 8:30 dolëm ne, 9 sa arritëm atje, në mëngjes i gjen më të freskëta. Jo më të freskëta, po ato që janë pak më të mira të themi. Edhe kështu tani, se kam edhe kthyem edhe tek DM-me, tek DM-ja. Edhe atje mora 2 bidona ujë, i kam futur, i kam lënë aty për Zoin, se mbaroj. Njëna këto patetinat që janë pa shiqer, pa krit, më shumë për ta hutuar Zoin, marrë sa nuk është e i ha. 1 € e pak bën kjo. Më kisha arë një zarf, se në hap. Kam marrë kuskus, sepse thash do ta përdor. Edhe unë e kam qef, po edhe Iliri, nga Italia që nga kjo, është bio. Jo, Iliri m'fal nuk e ha, por unë do ta bëj me Zoin, kështu që thash për të shtuar diçka, se të dim ç'a t'i bëjmë, edhe kuskusi është goxha i shëndetshëm.
Ka marrë fara, do thoni ju pse I more fara, sepse do bëj një bukë kështu me fara të ndryshme edhe me tërshër. Kam parë në internet dhe del goxha e mirë dhe është goxha e shëndetshme. Dua ta provoj se unë I ha këto, do me thënë tërshërën e këto, për qef e bë një herë. Këto ishin. Këta që ngjitë sepse postova një gjë nga Vinted edhe këtu kam gjërat që I marzojt që ta hutoj rrugës edhe të haj. Gjërat që postoj në Vinted kishte bler njëra dhe I bëra dërgesën, po më duhej ngjitësia sepse pa dashje e klikova aty ku duhet ta printoja vet letrën. Edhe o zot, kam shumë bezdi ata, por gjithsesi e printova, e ngjita edhe e dërgova. Edhe këto janë, s'kemi marrë gjë tjetër. Jo, këto janë. Por e di që duhet të ikim edhe në market, mas dite, kur të vi liri me kismet, se duhet marrë qumë, shkos, vezë, këto gjëra që merren në market. Për perime, besoj se jam okej, nuk është se kemi nevojë për një gjë, duhet me marrë dhe mish, se nuk kemi, na kam mbaru mishi. Kështu goca, unë tani këto do I fus në përvende, ti sistemoj, edhe duhet filloj të bëj drekën. Për drek do bëj mish me qep, si quhet kjo? Janë me qepa, po dio si jo tas qebap, shish qebap apo nejse. E kam nxjerr mishin aty, e kam lënë që të shkëri, edhe duhet të gri qepët, por si fillim do sistemojmë këto. Duhet me sistemoj këto.
Hej, gocaja, ku jemi sërish këtu, pas ka ngel këlecka këtu lartë të nxerës, se bëra gjellën edhe e kap me këta se mos të më djegin duart. Nejse, do thoni ju qatë të thot, Zoj ishte në gjumë. Deri në orën 1, Zoj ka qenë në gjumë. Pastaj, hangëm drekën, edhe dolëm market, edhe në marketi, atje një orë market, po. Tani është Zoj në gjumë, kam një gjysore që e ven gjumë 20 minuta, derisa ta zëre gjumë i mirë. Dhe t'ju tregoj se di që i keni qef këto videot e marketeve, se qa blem. Vajta për qumësh dhe për koste, për asë gjë tjetër. Nuk e di do me them. Mora një petë këshu, me që nesër i liri është në shtëpi, edhe nuk e ka me shumë zitim, për ti kur do me thë nuk i ka në punë, ti bëj një gjë me të mbushur këta. Mora cappuccino, këtë radhe mora si kjo e bardha sërish, se ajo me shio kakao më duket me qa është ajo që kam aty e shumë e ëmbël, edhe më mirë kam këta. Edhe ajo po mbaron. Mora një patate të ëmbël për Zoj, prosciutto. Mora gjeta një këshu reçel kumbulle, por i lirin më shumë, se unë nuk e se e ha shumë reçelin, do me thënë, e pëlqej, po mundoj mos të ha se na shëndosh. Kos unika, marrë ky kos i grek, ka marrë fileto pule, edhe këtu brenda janë 3 qumësh, por nuk me afton nuk dalon këtu, prisni se kam akoma. Ju thashe, i ka vetëm për qumësh gjasme dhe kost, edhe buk. Ka marrë edhe bukën këtu. Tjetër, prisni. Se i kam futur këtu të çanta për të ngjitur lartë gjupi Zojt. Ja marrë për çdo rast, edhe pse ka qenë vap, se si diet. Mora një nga këto të shër me fruta të thata. E handoj një herën. Këtë një të qëtë. Ka marrë dhe një qese tjetër, orbit. Mora dy krip, se gjithmonë, sa herë që më mbaron kripa, nuk e di pse, por nuk kujtohem për të marrë. Sot u futa te sektori aty që ka krip, erza e kështu gjërash, dhe prandaj mora. Bleva një kështu, për të qëruar karotën. Kam, thua? Kam, po se ku janë nuk e di. Duke si ka futur bodrum, se një dite po bën ca kohë, por se të mëva gjërat këtu, janë ca enë që nuk është se më hynën shumë në punë me të drejtën, edhe duke si kam futur ata nejse. Tani, tek Aldi, kishin dalë, se vajta te Aldi, mora çorape Zojit, Zoj ka çorape, por unë i marrë gjithmonë, se edhe janë goxha të leverdishme, si bjen, nga çmimi, dhe materiali është goxha i mirë, kjo L dhe D, dhe janë 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 paltu, nuk e di sa kanë kushtuar. Por jo nuk bënin shumë, se s'mora as faturën, o shikoni, nejse, që du faturën, dhe këtë përmot. Dhe mora dhe një nga ky piperi i kuq, që nuk është djegës, që qaj ka bërzoj. Po thoja, te Aldi kishin dalt kështu sandale gjëra, si që dalin gjithmonë për fëmijë, dhe këto i mora për nipin e Ilirit, do më dhe nipin e nipit, është nga kjo firma Marvel, kjo është shumë e mirë, franceze, nuk e di si ka mundësi që kishin dalë te Aldi, por gjithsesi, shikoni pak sa të bukura. Mu fakt njerë më duken si për goca, dhe thasht ja marrë Zojt, pasaj tha motra më i tha, të e me Spider-Man, tha.
Shikojeni, janë shumë të bukura. Ja mora këto dhe, normal që Zoi nuk e la shpatë, mora Zoit edhe këto që janë me Elsën edhe me Rozën. Që është kjo? Elsa dhe që Aurora. Aurora e ka kjo? Nejse, nuk du ta ngatroj. Ja mora dhe Zoit këto, shikoni pak sa të bukura. Ja mora numër 23, sepse deri në korrik gusht i bëjnë, besoj se do t'i bëjnë, se tani ajo e ka 21, po thuaj se këmbën, po, 20-21 e ka, kështu që besoj se këto do t'i bëjnë në verë. Janë shumë bukra, edhe i mora, s'ka marrë gjë tjetër, jo, s'ka gjë tjetër. Këto ishin, dhe të gjitha këto kanë kushtuar 62 euro e ca, nuk e di se sa. Si me dëshirë, si pa dëshirë, bëm dhe ca shpenzimet mira. Pa i kur të Turku, se të Turku nuk e di që të bëj, po dhe dhe i lirit i them të ktheja i të Turku të marri, ose nuk e di që të bëjmë. Ose të henëm, se necër janë mbyllur. Nuk i ka të Turku sepse shkoj edhe vonë, duke u surralatur aty në market, keni parasysh ju, kur jemi vetëm në gra duam që të shikoj mirë, se kur jemi me burrat shpejt du ndalin, edhe normalisht radha pagesa e këto, dhe nuk më doli koha, se thash dua të vezoj në gjumë, dhe me qenë se jam këtu të kjo gjëja, të gjumi i Zoit, dua që të më tregoni goca, kur të postoj këtë videon, që si e keni bërë ju për gjumin e baby tuaj, të me thënë, në moshën e Zoit, Zoi është 15 moshe. Zoi tani unë i bëj vetëm 2 gjumë, tentova njëherë që t'i bëj 1 gjumë sot, por nuk mundet, ajo nuk rrit dot fare, unë dola jashtë, si që ju thash isha në mëngjes që postova atë shitjen e vinte video, dola vajta bleva ca gjëra, me idenë se do me thënë ta baja të zanë Zoin, edhe ajo mos të flinte, por ajo u këput fare, vajti ora 10 u këput fare, kur i thonë. Do me thënë doja ta vija nga ora 11:30, se kështu kam parë, do me thënë edhe këto që janë eksperte gjumi, kështu që janë këto, që i shikoj edhe në internet e kështu, edhe këto orare sugjerojnë, do me thënë, 11:30, që të flej fëmia, edhe pastaj mos të flej me. Çështja është që Zoi nuk është gati më duket. Edhe me thënë të drejtën, unë e kam tentuar që, do me thënë, kemi kohë që flej me 2 gjume, dhe për mua deri tani më e mira ka rezultuar 10:30, që Zoi fle 2 orë, po njëherë 2 orë e gjysmë mos them, edhe pastaj tani mbas dite që e vën ora 3-4, që flej 1 orë, mund të flej 1 orë e pak, por jo më shumë. Dhe ndarket, ajo nuk zgjohet, tani zgjohet natën, por nuk zgjohet aq shpesh. Mërën për shembull s'maj mend që është zgjuar, edhe e kam vënë në re këtë gjë, që me 2 gjume do me thënë, në këtë interval kohe, ajo është okej. Por më thanë, edhe me sa kam lexuar që ju thash, është që me një gjumë që mos të zgjohet natën fare. Por kam vënë re për shembull, kur Zoi nuk bën gjumin rehat ditën, dhe këta e kam lexuar te këto gocat kështu, dhe kështu që nga vërteta, kur nuk e bën gjumin e ditës rehat, edhe natën nuk bën rehat fare. Për shembull, jo mbrëm, ditën e parmbrëmshme si i bie, pardje, ajo nuk është në rehat. Nuk është se ka fjetur shumë rehat ditën, do me thënë rehat nuk ka fjetur shumë. Nuk ka fjetur 1 orë para dite, 1 orë mas dite, diçka e tillë. Dhe ndarket ka qenë, mund të them është zgjuar në orën 2, dhe ka qenë pothuajse zgjuar deri mëngjeset me zi. Edhe nuk e di juve si e keni bërë. Kur e keni bërë këtë ndrimin, do me thënë me 1 gjumë të fëmijëve, jam shumë kurioze ta di, se u pyeta dhe një të fermentime dhe më tha që 1 muajshe e gjysmë, se është e vogël. Mami po mbërtiste. Më tha, moj të bëjë gocën gjumë, tha se do gjumë, tha është e vogël, tha akoma. Unë normalisht nuk e kam bërë akoma me 1 gjumë. Ju thash, kam tentuar, por duke parë Zoin që ka qenë e këputur fare për gjumë,
nuk ka mundur dot që ta bëj. Ajo ka qenë për gjumë. Sido që tjetë, sado që ta mbash ti, ajo do fleri, kudo që tjetë, do ta zeri gjumi. Bëj çfarë të duash ti. Edhe, se di tani, nuk e di si keni vepruar juve goca me këtë gjë. Duke pasur parasysh, për shembull që zoi vitin tjetër edhe do futet në qerdhe. Unë se di si funksionon atje, si i vën në gjumë oraret, si që shtek që ta përshtas me atë orarin atje. Edhe këta do doja shumë ta dija, në fakt, me thënë drejtën. Edhe se di, nuk e di. Por që dua që të më tregoni si keni vepruar ju me këtë pjesën e gjumit. Se për shembull ka momente, ka raste që ndërsa për ndarket, për të fjetur çado lloj ore që ne, do me thënë okej, nëse nuk e zë gjumi fare në atë orare ndrek, se më përpara unë kisha orar, do me thënë orën 8-9 e vija zoi në gjumë dhe flinte një orë pak, hajtë më, pastaj flinte në orën 1-2. Por ndarket në orën 7:30 zoi është në gjumë, kështu që për këtë është okej. Edhe se di tani. Tani e vura në gjumë, e pash që asaj i hap goja 2-3 herë, duke e tundur pak, se nuk ishte si mëngjeset aq keq, por që sërish donte gjumë dhe e ndihmova me të tundur pak dhe po flen tani. Inshallah që nuk e di, uroj që sonte ndarket të fleri. Kështu njerëz, kështu. Okej, ti sistemoj dhe këto ushqimet e tjera që kam këtu. Edhe darkën e kam gati. Kam përbërë një video për TikTok. Dhe kështu. Me qenë se kam zojnë akoma në gjumë, se ajo një orë mund të fleri, tani e fash një herë këtë. Ika tani, dhe do shifemi sërish. Por sot, nuk e di, se di do shifemi sot apo jo. Të shofim. Ose ndoshta do shihemi ndarë, se mbase edhe komentojmë pak atë Big Brotherin, finalen e Bigut sonte, se është finalja sonte. Edhe të shofim. Për mendimin tim, unë nuk është se, këtë javë se kam ndjekur fare, se tani po bëj muhabet prapë. Se nuk është se janë shumë aty, por për mendimin tim, do isha më, jo e lumtur, se e lumtur jam unë, por që do isha që ta fitonte Mateo, se sakta të tjerët. Mateo sepse ka shumë gjëra që ka kaluar, pavarësisht se atij nuk janë shfaqur të gjitha gjërat, i është shfaqur vetëm pjesa me Birkenën, dhe ai nuk ka pasur vetëm atë, ai ka pasur shumë debate të tjera që nuk janë shfaqur këto gjëra, edhe normalisht produksioni e bën këtë gjë, edhe se nuk do të filloj tani se çka ka kaluar, sepse i kemi parë të gjitha, edhe nuk do doja ta fitonte asnjë nga këta të tjerët, me thënë drejtën. Rogerti jo, edhe pse Iliri ata ka qef, nuk e di pse burrat ata kanë qef. Edhe kanë qef. Ata thot, e di pse më shumë thot Iliri, sepse thot është i drejt për drejt, e kështu, do me thënë Big Brother i kështu e do, luftë e egër, kush e mban, nejse mo burrat. Edhe ndërsa për Mirin nuk jam, se Miri edhe Miri nuk është se ka ndonjë argument kush e di të fort, nuk është se është aq i zgjuar për dhënë argumente. Edhe ka pasur thjesht me Selin këtë çështjen e krevatit, të dy kanë përfituar. Edhe Selin nuk, ka qenë akuzuar e kështu gjërash, ke pjesa e Rogertit në rregull. Ka çka jashtë personi nuk e pse ja përmend jetën private, domethënë, se përderisa futesh aty jeta private dhe familjare, kur i thon zhduket, por që nuk ka pse i thot gjëra që mund të di për atë, gjëra sidomos të këqija të themi. Dhe për këtë gjë, në rregull, nuk jam dakord me Rogertin. Por, e di pse nuk dua unë që ta fitoj Selin, sepse Selin ka pas gjithmonë vetëm çështjen e krevatit, nuk është faji i saj që njerëzit aty brenda ja kanë përmendur këtë, se normalisht. Por kjo ka lozur, mua më pëlqeu shumë ai komenti që u bë radhën e kaluar që i tha, kush i tha? Që u bë ajo, që u bë me këta të eliminuarit, që prezantoi Kiara herë natën e fundit.
Nuk e di se kush ishte nga ato aty që i tha që Selin ka luajtur me lojën nga jashtë, se kushdo që futoja aty, sido që tjetë, i jepte informacion disi dhe ajo e ndryshonte disi, e ndryshoi lojën e këto gjërat kështu, edhe vetëm çështjen e krevatit, që thush nuk është se është ndonjë gjë kush e di ajo çështja e krevatit, se ishte ndonjë çështje tjetër, hajde de. Ndërsa për pjesën e Rogertit në rregull, kjo është diçka tjetër. Nëse do ta fitoj për pjesën e Rogertit në rregull, por që për këto çështje tjera jo. Edhe pse thash, jam më e lumtur nëse do ta fitonte Mateo, edhe kam parë shumë, jam futur ka stile një ditë tek Big Brotheri, do me thënë tek faqja e Big Brotherit në Instagram, edhe kam parë komentet që 10 komente Mateo, 1, 2, 3 komente mund të ishte Selin, do me thënë. Ose 3-4, por që Mateo, me sa kam parë, ka bërë në amin, edhe jashtetit e kudo, nuk e di, shfaqeshin nëpër ekranat mëdhaja, e kështu gjërash, nejse. Por që nuk jam kështu, 50 me 50 që mund t'ja japin atij. Ose edhe mund t'na befasoj Big Brotheri dhe mund t'ja japi, do me thënë që të duket sytë e njerëzve që ja është i vërtet. Por që jam më dyshje, se që mund të thonë që mund t'ja japin dhe mirit për shkak të moshës e karrierës, por që prap, si jam shumë e sigurt. Nejse, ika tani, do shihemi më vonë. Hej goca, përshëndetje sërish nga një ditë tjetër këtu në kanalin tim. Nuk kam xhiruar me, u bën ja 2 ditë më duket, 2-3 ditë, por jemi po të ajo java, sot është e mërkur, 2 ditë kam që të hënën, apo të dielën e fillova, nejse. Dhe tash po ju marr pak tani, po ju të filmoj, sepse dua t'ju tregoj këtë super recetën që jam duke bërë, që besoj se ju që keni TikTok ose nuk keni, ndoshta dhe e keni parë diku tjetër, janë këto pjadinot e famshme, që fakt ka dalë e bëjnë me patate, shumica, por kam vënë në re që e bëjnë edhe me perime. Edhe unë, sot po e bëj me perime, praktikisht me karot edhe me kam edhe këtë kungullin, se po mikin fjalët. Një ditë tjetër në fakt, për bërë një javë më duket, e provova e bëra me patate dhe dilte goxha e shishme me thënë drejtën, nuk e xhirova as këtu as në TikTok dhe sot mendova që ta filmoj, thash pse jo, ndoshta do ketë nga ato goca, nga ato gra që nuk e kam parë edhe duan një ide se çfarë të gatuajnë për drek, por jo vetëm edhe për darkë, se nuk është e rënd shumë, besoj se me perime, nejse, për drek më mirë e lëm, dhe thash t'ua tregoj edhe juve. Tani, karotën e griva, e mbarova. Tani do filloj të grim edhe këtë kungullin. Është shumë e shishme, nëse e keni provuar më tregoni, nëse jo, nëse do ta provoni më tregoni sërish, por del vërtet shumë e shishme. Okej, këtu në një emë do t'i fusim të gjitha këto ingredientet. Tani kemi këta, çështja është që më duket sikur e kam shumë të madh, por do ta shoh rrugës, nuk do ta pres. Apo ta pres, hajde se po e presim. T'i heqim pak. Okej, i hoqa pak, do e grim edhe këta, dhe pasaj do t'i shtojmë edhe ingredientet e tjera. Ky grihet më kollaj, se karrota është më e fortë. Zorin e kam në gjumë. Sot kemi një kohë shumë të mirë, më vonë me kismet Zotit, pasi të më vim porosit, që t'jem në shtëpi kur t'i marr, dua ta nxjerr Zorin te parku, se nuk kemi dalë, nuk e kam nxjerr këto 2 ditë, 2-3 ditë, se nuk është se ka qenë edhe ndonjë kohë shumë vap, jo vap, po nxehtë, diell, edhe thjesht mund të kemi dalë kështu sa për një xhiro, po te parku atje jo. Që të luaj në rër, flas, se dua që mos tjetë rëra shumë e ftohtë, ndërkohë që ajo luan. Dhe tani grim këtë. Unë po vazhdoj, po e gri këtë dhe do shifemi sërish goca, në rregull, se jam duke e xhiruar edhe në TikTok këtë recetën.
Goca, okej, hodha edhe djathin këtu, i kam hedhë 200 gram, e hodha këtë pakon komplet, duke qenë se ka goxha këtu me thënë drejtën, edhe thash më mirë hidhe, se djathi është ai që e bën edhe atë lidhjen përveç vezës, kështu. Madje po mendoj ta hedh fare edhe atë se kam edhe një qik aty. Se ishte që karrote madhe ajo. Po, do ta hedh. Do ta hedh edhe atë 200 gram, këtë pak që kam këtu, se e shikoj me sy që do akoma. Kam parë që i hedhin shumë djath, unë dhe këta do t'i hedh edhe është okej për mua. Ma e kjo ishte e hapur, apo? Po. Qa do da përdorën këta? Kjo djathi po u hapë, sidomos kjo lloj njerë duhet përdorën, nuk duhet lënë shumë aty. Okej, ja. Tani e trazojmë, duart i kemi të lara pa merak. Edhe kam harruar të marrë, mendoj ndonjëherë të marrë nga ato dorezat e gatimit, por unë thojnë t'i kam të prera. Edhe nuk më shkon mendja me i marrë. Plus, nuk e di, më pëlqen më mirë kështu se sa me ato. Mendoj edhe, vërtej ato mund të ruajnë disi, por varet me qa janë dhe ato përpunuar. Kështu që më mirë se dora, mendoj. Tani. Këta e mbaruam, do hedhim vezën, si na u bë dora, goca. Okej, se dia do m'dali një vezë, kam frikë se nuk do dali një vezë, goca. Kam hanë se duhet t'i hedh edhe një, kam hanë se duhet t'i hedh edhe një tjetër. Të e marrë edhe një. Ta bëjmë tamam, si që është për të bërë. Se unë e shikoj këtu sasin se sa ka, edhe prandaj them. Okej. Tani po. Tani po. Goca, e hapa unë këta. Shikoni jam duke e gjëruar edhe në telefon. Shikojni pak. U bë komplet kjo tepsia. Do i bëjmë, do i hapim edhe i lirit normalisht, se ta ham vetëm qimë. Edhe do t'a fus, do t'a pjek. Për pjekjen e shikoni vetë nga 180 deri në 200 gradë, se jo të gjitha sobat e kanë pjekje njësoj, dhe duhet t'a piqni mundësisht derisa të bëj kërc. Kërc, nëse. Po jo t'a digjni, kështu që e fusim në pjekje. Edhe kjo e trash kështu kaq. E shikoni me sy, jo t'a bëni shumë të trash, se shiko, do shkri edhe djathi këtu, edhe normalisht do ullet edhe pak, por diku kështu 1 centimetër, 2, jo më shumë. Në rregull tani ta fusun këtë edhe do shifemi prap se çfarë do t'i vendosim për mbushje, se edhe do ta mbushim për të shifemi. Gocat e mia të dashura, pa ua tregoj juve të parën, shikojni si është bërë, e hoqa nga letra e pjekjes edhe e kam kthyer në anën tjetër. Sepse në këtë anë do t'a mbush, që mos të, do me thënë, në mënyrë që kjo mos t'ju ndahet, duhet t'a ktheni në anën tjetër këtej që është më e fortë, sepse nëse e mbushni në ana këtej që është më e butë, kjo do thyet. Besoj se më kuptova, isha e shakt më kuptuat. Dhe unë do t'a mbush me, ka marrë 3 si këto qep, unë do t'a ndaj gjysëm këtë, se nuk do t'a ha gjithë tani, do le pak më vonë. Është e hollë, nuk është e trash, kështu që do e mbush me këto. Do i hedh kastravec, prosciutto pule,
Kam pakullin këtu, unë kam shumë qef. Philadelphia do ta lyej në fillim. Dhe me pesto, edhe pesto është shumë e mirë, kur bën një sanduiqra gjëra është super e mirë. Unë nuk e dija, por kur kam qenë një herë vjet, par vjet nuk e di, në stacion treni, kam marrë diçka për të ngrarë me shoqen time, edhe kishte pesto brenda dhe ishte shumë e mirë, do me thënë, kështu. Tani, se jam duke regjistruar edhe këtu, do regjistroj edhe këtu në TikTok, ju shikoni këtu, ndërkohë që unë flas këtu. Më shikoni dhe po duke bërë videot. Në rregull, mos më shani. Tani, daleni. Ti lëm që gjërat kështu. Dale, ta këthejmë të kështu. Dhe më shikoni. Ja ku e kemi këtë petën që e bëm me perimet që tregova që parë goca. E kam hequr nga letra e gatimit dhe tani unë do ta kthej në këtë anë në mënyrë që mos të qahet kjo kur e mbushim. Se nëse e mbushim nga ana që është më e butë, kjo kur e mblidhni pastaj do qahet. Është çfarë pak këtu nga që e hoqa keq. Nëse. Tani, me çfarë do ta mbushim këtë brenda? Do ua tregoj tani një nga një. Goca, këta ju duhet ta provoni me se s'bën, e keni urdhër. E keni urdhër. Sepse ka dal, o zot, nuk e keni ide ç'a shije. Nuk e di. Pas kam qenë një kuzhiniere e mirë dhe nuk e dija. Është super e mirë. Provojeni dhe do më thoni. E keni me detyrim, ju thash. Është super. Tani, unë po i ngro pak supën Zojit, se ajo u zgjua, do t'ja për të ngrënë dhe ne do ikim te parku, të rrim 2 orë të mira atje. Uroj që t'vi porosia përpara. T'ikim të rrim 2 orë të parku, se kemi kohën perfekte për të ndetur dhe është gjunata bashkë në shtëpi. Zoji unë ngop me gjumë, kështu që tani është për aktivitet. Ju përshëndes për momentin. Mirëmëngjesi gocat e mia, mirëmëngjesi nga dita e premte, në një ditë tjetër këtu në kanalin tim. Sot është provimi i famshëm. Sot ka provimi që ju kam thënë të që quhet me thënë historia e Gjermanisë këtu. Dhe e kam në orën 11. Ora po shkon 10:30. Jam duke ikur vetëm, normalisht. Zojin e kam lënë me Ilirin në shtëpi. Dhe në orën 11 kam provimin. A kam mësuar? Jo, me thënë drejtën, jo shumë. Thjesht i kam lezuar lartë e lartë. Po jo që t'i kthehem shumë herë. Edhe nuk është se pres që ta marrë me thënë drejtën, t'jem me sinqert me juve. Ju mos e bëni këtë gjë si unë, por se di, nuk kam qenë shumë e motivuar në fakt për të mësuar, ose ka shanse prapë për të marrë. Do me thënë, ke mundësi, nuk e di deri sa herësh, po e di që ke mundësi për ta bërë sërish provimin. Tani do ikim thjesht kështu si bingo më shumë, por mund të edhe ti di, sepse kur e bëra një testin vet, kam zgjedhur goxha pyetje me thënë drejtën,
thjesht duke bërë lidhjen, duke i kuptuar, arrin që nëse e kupton fjalin tamam siç duhet gjermanisht, edhe e bën. Se kur kam bërë testin në Shqip, kam zgjedh goxha pozitive, më kanë dalë goxha pozitive. Edhe kështu, që nga goxha ftohtë, unë kam vesh vetëm këtë jelekun, kam marrë dhe këtë çantën se sa po të mbaroj provimin, do ndaloj çik te Rosmani, do marr një dy gjëra dhe do vi direkte në shtëpi. Sezonin e kam lënë në gjumë me Ilirin, por uroj që të fleri ajo. Provimi nuk është se do zgjasë shumë, me thënë drejtën, se është si provim një makinës, testit të teorisë, do me thënë të patentës. Kështu që mbaron shpejt. Më shumë të zjatë rruga se sa provimi, kështu më thanë shoqet që e kam bërë. Tani unë do ju marrë me vete pak, tani ju kam marrë, po do t'a fus pak telefonin në xhep sepse u thava ftohtit. Një moment të bukura. Uite, allora sta ti vedo? Cosa c'è? Cosa è? Lo so. Çeleti goçe.